Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdal khalqi Muhammedin wa ba'd. Me emrin e Allahut gjithëmshirshmit me shpërplotit. Lavdërimet takon Allahut. Paqja dhe bekimet janë për krijesën më të mirë Muhammedin dhe kush ndjek rrugën e tij deri në ditën e fundit. Jemi me ligjëratën e radhës të ditës Arafatit, pra ligjërata është al-Hajj al-Mabrur, pra haxhi i pranuar. Al-Hajj al-Mabrur, haxh i pranuar. E lidhëm me këtë temë, ka shumë argumenta o vëllezër e motra për këtë temë, të cilët vijnë nga hadithet e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe hadithi vjen nga Buhari dhe nga Muslim, ku profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenet. Pra haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xheneti. Pra ai që largohet nga gjithë, domethënë dotësitë, nga gjithë gjunahet e mëkatet, e kështu pra me radhë, sipas menhexhit selefi, i cili bazohet në Kur'anin dhe Sunetin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ala fehmi salafus salih, sipas kuptimit parëve tanë devotshëm, shokëve të profetit alayhi salatu wassalam, pra tre brezat e parë të cilën e ndoqën profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe kjo pra tregon se këto ndoqën profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe këto i kanë marrë hadithe autentike nga profeti alayhi salatu wassalam, gjithashtu i kanë praktikuar në jetën e tyre. Edhe sa i përket haxhit, pranuar al-Hajj al-Mabrur, ka disa cilësi vëllezër veçanta dhe shpërblime mëdhaja, me argumente të qarta, me hadithe sahih dhe me fjalët e dietarëve, pra që flasin për këtë temë. Po çfarë është haxhi i pranuar? Për kufizimi i kësaj, sipas ulemave të Sunetit, haxhi mabrur, pra haxhi i pranuar kush është? Ai haxh që bëhet sipas Sunetit, pas rrugës profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, pra bi tatbiq wala khilaf, duke ndjekur rrugën profetit Muhammed alayhi salatu wassalam dhe duke mos e kundërshtuar rrugën profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pa mëkate gjatë këtij haxhit, pra mos bësh gjunahe, dhe mos ndjekësh epshet, mos ndjekësh gjunahet gjatë kësaj kohe. Pra edhe qëllimi duhet të jetë edhe i sinqert për Allahun xhalla ala, që ti ta bësh haxhin me sinqeritet, me rregullsi, me seriozitet. Po ashtu duhet me bë edhe vepra të mira mbasi të kryesh haxhin. Kjo është gjë kryesore, sepse në një haxh të cilët domethënë nuk shputesh nga veprat e këqija pas atij haxhit, kjo tregon që haxhi nuk është i pranuar. Dhe ka argumente për këtë temë dhe për këtë fjalë. Hadithet të cilët flasin për këtë haxh janë disa. Profeti alayhi salatu wassalam, siç e përmendëm pra më parë, ku alayhi salatu wassalam thot: haxhi i pranuar, al-Hajj mabrur, nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenet. Buhari, Muslimi përcjell hadithin. Ky hadith tregon vlerën e lartë për haxhin e pranuar. Pra tregon mirësinë për këtë haxh që pranohet, pra që ti jesh i larguar, ti jesh korrekt ndaj këtyre rregullave, duke adhuruar Allahun me sinqeritet, duke shkuar nga rruga e keqe dhe duke i ndjekur hapët e profetit alayhi salatu wassalam kur ai u shpërngul pra nga Medina për Mekë për me kry haxhin, e kështu pra me radhë. Pra kjo hadith tregon vlerën e madhe të haxhit pranuar. Nuk thuhet shpërblimi i madh, po vetëm pse nuk thuhet? Pra nuk thuhet, disa burr thot hadithi, nuk thuhet vetëm se shpërblimi i madh, vetëm se xheneti, pra nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin, që tregon rëndësinë e pastrimit të njetit dhe ndjekësit që duhet të jenë ata pra që ndjekin sunetin e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Pra dhe një nga këto pikat është edhe fshirja e mëkateve, që fshihen gjunafe, se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam tregon hadith ku thotë: kush bën haxh dhe nuk flet fjalë të ndyra, as nuk bën mëkate, kthehet nga haxhi i pastër, kthehet nga haxhi i pastër nga mëkatet,
si ditën kur lind nga nana e tij. Pra kjo është hadith madhështor. Shikon që haxhi duhet të jetë pra sipas rrugës profetit alayhis salatu wassalam, të jetë prej atyre besimtarëve që këtë haxh kur e kryejnë të jenë pra të rregullt me besimin e tyre edhe pas haxhit dhe ta ruajnë imanin. Itqan, pra me imanin ta ngulisin atë në zemrat e tyre dhe të largohen nga rruga e shejtanit, sepse profeti alayhis salam thotë në një hadith pra musliman duhet të bëjë këtë dua ku thotë ja muqallibal qulub ja muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. O rrotulluesi zemrave, rrotulloje zemrën, pra mbaj zemrën tim fort në fen tënde. Thabbit, përforcoje zemrën time në fen tënde. Kjo është hadithi profetit alayhis salam kur tregon pra që muslimani duhet të thjellohet edhe pas haxhit. Pra kjo është premtim nga Allahu për ata që ruajnë gjuhën dhe veprat gjatë haxhit, Dhe nga kjo pikë kryesore është shenjat e haxhit pranuam sipas menhej selefi. Shenjat e haxhit pranuam sipas menhej selefi, sinqeritet e ikhlas, bëhet vetëm për Allahun. Pasi nuk fam, shoqëri ose tregti. Pra kjo është kryesore. Pra që duhet me qenë sinqert. E dyta, e të bëhet tariqa Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ndjekja e sunetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të bëhet ky haxh kryes sipas mënyrës profetit Muhammed alaihi wasallam, pa bë devijime, pa bë bidate, pa bë shtesa risipra. Kështu më radhë. Treta, pa mëkate gjatë haxhit. Si pa mëkate gjatë haxhit? Pa mëkate gjatë haxhit do të thonë që të ruhesh, të ruhesh këtë haxh dhe të ruhesh nga fjalët dhe veprat e ndaluara. Dhe pika tjetër që tregon për këtë, që është një dobi e madhe tek fjala e Sheikh bin Baz rahimahullah ku thotë haxhi mabrur, haxhi i mabrur, haxhi i pranuar është ai që i përmban sinqeritetit, ndjekjes së sunetit, i përmban sinqeritetit, edhe që personi ruhet nga mëkatet gjatë tij. Pra kur bësh haxhi ruhet nga mëkatet. Ky është ai person që është haxhi, që i pranohet haxhi. Shenja e pranimit është që besimtari përmirësohet pas haxhit. Pra, gjë kur sa ushesh, pra masi kryen haxhin, përmirësohet të btaid min al-ma'siyah, largohesh prej gjunaheve. O të bëa tariq al-anbiya, ndjekurun e profetëve. Pra ndjekurun e profetëve, ashtu siç na lajmëron profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, pra që ndjekim rrugën e tij dhe duke e besuar Allahun me sinqeritet. Pastaj burime të mëdha të menhexhit selefi, lidhur me për këtë temë, jam fatva të Sheikh bin Bazit, fatva Sheikh Uthayminit, ali bin manasik al-hajj, Sheikh Albanit, صفة الحج صفة حج النبي صفة حج النبي بشكريمي حاجة البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم صوت يدو خير برشات الله يبرنوف وبرتمية نبرنوف نبرتمية ذات أريم برا أكشامن ملينا الله جل وعلا دوك نا fal për gjunaheve që kemi, sepse inshallah me lejnë Allahut prej namazin e akşamit dhe të mbyllim këtë ditë të Arafatit për sot. Alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu fik. Pra bëni sa më shumë vepra të mira, dua, veprat e preferuara gjatë haxhit, pas sunetit. Pra ose një udhëzues praktik selefi. Pra haxhi pra ti e diçka të bësh 2-3 pika kryesore që ti pra o vëlla musliman, edhe në qoftë nuk jetë duke bë haxhin, pra bën dua dhe shton mirësitë, pra dhe për kujtimin e Allah xhalla wa ala, gjatë kohës që ti je me agjërimin e Arafatit. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu lakum, Allah ju dhon bereqet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U dëgjofshim pas namazit të akşamit ligjëratën e radhës të ditës Arafatit. Zoti shpëlbeft mirë.